je duke bo një disertacion, edhe e kini mentor, me që ato kime u marë, ti kalim, ti kime hullumtu, kime gjithë burime, kështu me radhë, mirë, po aj mentori është një lloj reference e jotja, ke fillu me hullumtu rreth fesë. Nuk je të dashtë mu bo ekspert, po do me profilin tanë për i besimtari, po do me kompletu sa ma mirë. Je të marrë dije edhe mësim për një hoxhe i cili të ti i ka plotësu ato kriteret e përgjithshme, qofshin edhe të pastrukturume, të një referencë të mirëfellte edhe të pranume, vazhdo me te. Por rrugës unë e takoj edhe një hoxh virtual. E takon edhe një hoxh tjetër, jo, mund është me e taku edhe një hoxh real, mirë po edhe atë hoxhën real mos e bëj mësues tonin. Për shembull, je duke bo një disertacion, edhe e kini mentor, me që ato kime u marë, ti kalim, ti kime hullumtu, kime gjithë burime, kështu me radhë, mirë, po aj mentori është një lloj reference e jotja, kështu që s'prish pun ti me mordije prej gjithka, mirë, po një mentor është mirë me e pas, një 2-3, s'është pa tjetër me e pas, veç një. Mirë, po shumë me rëndësi që me prek me kom në tokë, mos me fluturu, mos me kalu në botën virtuale, kur realiteti është dikun tjetër.